Jo thirrje, unë besoj që jemi para një fakti penal tashmë shumë konkret. Unë mendoja se mjaftonte ligji i vitit 2022 edhe vendimi i Këshillit të Ministrave që përcakton qartë që toka nga Via e Lumit deri në Argjinatur është tokë shtetërore, e patjetërsueshme edhe pa parashkrueshme. Po me që zotërinjt në seancën që shkuan, insistuan në këtë pikë, dhe unë doja shumë që të vinin në këtë pikë, kam depozituar sot pranë gjykatës ligjet, pra aktet ligjore që nga viti 1958, e pastaj viti 94, 96, 2012, 2022, 2024, bashkë me vendimet respektive të Këshillit të Ministrave që përcaktojnë shumë qartë që nga ajo periudhë që toka nga Via e Lumit deri në Argjinatur është tokë e lumit, është tokë e shtetit, dhe natyrisht sa kohë që është tokë e tillë, as mund të tjetërsohet dhe as mund të parashkruhet. Të gjithë zyrtarët që nga viti 1995, që kanë qenë në dieni pikërisht të ligjeve në fuqi, pra ligjit vitit 94, nuk po referoj edhe më tutje, po të ligjit vitit 94, pastaj të vitit 96, sa i takon Komisioni Kthimi Konversimit Pronave të Lushnjës, po edhe Zyrës Regjistrimit Pasurive të Palujshme, që ka bërë regjistrimin e asaj prone apo atij vendimit Komisioni Kthimi Konversimit Pronave në vitin 98, dhe të gjithë zyrtarët e këtyre institucioneve deri kur ka ndodhur transaksioni i fundit dhe tjetërsimi i fundit i asaj prone, natyrisht që për mua duhet vjen në nënhetim, sepse kanë qenë në dieni të këtij fakti, që kjo është tokë e lumit, që nuk tjetërsohet dhe nuk parashkruhet, dhe normalisht kanë shkelur ligjin duke e tjetërsuar atë pronë në favor të treta. Do të thënë do mjaftohesh vetëm me deklaratën që bëre dhe thirrjen që bëre në gjykatë apo do bësh kallëzim penal? Jo, në këtë moment prokurori, unë se dia, këto gjyqe zhvillohen dhe me prezencë të prokurorit, prokurori është në sallë, unë kam lexuar ligjet atje. Pra, fakti penal është verifikuar aty. Normalisht i takon prokurorisë, është në çmimin e saj, nëse do të filloj procedim penal për këtë gjë apo jo. Pra, është në të. Po, unë mendoj që njëri duhet bërë shembull. Pra, në gjithë të histori, tjetërsimi pronash publike në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë në favor të privatëve në mënyrë të pamerituar dhe në shkelje të ligjit, një rast duhet bërë shembull. Dhe mbase ky është rasti më i mirë që duhet bërë shembull që kërkush mos guxojë më të hyjë në tokat e lumenjve. Dhe normalisht në kushtet në të cilat ndodhemi, që po ndodhemi kohë pas kohe në gjendje të fatkeqësisë natyrore, për shkak të tjetërsimit të tokave, shtetërave të lumenjve, e kështu me radhë duhet ndeshkohet dikush që të tjerët mos guxojnë më atje. Ndërkohë që sjellja e zyrtarëve të shtetit në këtë rast, atyre komisioneve të famshme të kthimit dhe kompensimit të pronave të viteve 92, 95, 96 deri në djegjen e të gjitha arkivave, veçanërisht në këto qytete si puna e Lushnjës e kështu me radhë, duhet vjen para përgjegjësisë ligjore për gjithçka, çfarë kanë gatuar dhe çfarë kanë vendosur në raport me pronën këtë vend, e mbi të gjitha me pronën publike që është pasuri e të gjithëve, nuk është një gjë midis dy individëve, po jo është pasuri e të gjithëve. Faleminderit shumë.